Kush është Joni Keta, hetuesi që u propozua për kreun e BKH-s? Komisioni i posaçëm i ngritur nga SPAK ka propozuar zyrtarisht Joni Ketën për postin e drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit, BKH, një nga institucionet kyçe të sistemit të drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit në vend. Komisioni i përbër nga prokurorët e SPAK ka vlerësuar performancën profesionale, eksperiencën dhe integritetin e Ketës, duke i dhënë atij vlerësimin më të lartë mes kandidatëve të paraqitur në garë. Aktualisht, Joni Keta mban detyrën e zëvendës drejtorit të BKH-s, si edhe ka shërbyer për disa muaj si drejtues i komanduar i institucioni. Përvoja e tij në hetime të specializuara dhe kontributi në strukturën e BKH-s janë ndër elementet që kanë ndikuar në propozimin e tij të sotëm. Dosja e tij tashmë i është dërguar Këshillit të Lartë të Prokurorisë, KLP, i cili pritet të marrë vendimin përfundimtar mbi emërimin më datë 2 dhjetor. Nëse miratohet, Joni Keta do të marrë drejtimin e BKH-s për një mandat 5 vjeçar, në përputhje me ligjin për SPAK dhe BKH. Emërimi i ri vjen në një moment kur institucionet e drejtësisë po kërkojnë të forcojnë kapacitetet hetimore, sidomos në fushat që lidhen me korrupsionin e niveleve të larta, krimin ekonomik dhe investigimet komplekse.